Vetëm gjatë natës së së dielës dhe mëngjesit të së hënës, vendi u trondit nga 5 aksidente rrugore. Në Tiranë, rreth orës 10 të mbrëmjes të së dielës, një 18 vjeçare që po lëvizte me biçikletën në rrugën e Kavajës tek kryqëzimi tek pallati me shigjeta, shpëtoi mrekullisht teksa u përplas nga një autobus. E reja mori dëmtime vetëm në shpatull dhe është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa u plagosën edhe 3 pasagjerë që ndodheshin në autobus. Policia arrestoi shoferin e autobusit, shtetasin Çlirim Shalla, 56 vjeç, i cili përplasi edhe 2 automjete të parkuara. Pak minuta më vonë, një 12 vjeçar në fshatin Mushqeta të Tiranës kishte marrë makinën e Taatit dhe gjatë drejtimit ka humbur kontrollin duke dalë nga rruga. Si pasojë, u dëmtuan 12 vjeçari dhe pasagjeri në automjet, një 18 vjeçar, të cilët janë në spital nën kujdesin e mjekëve. Për ngjarjen u proceduan në gjendje të lirë babai i 12 vjeçarit, ndërsa në Lushnjë, makina e drejtuar nga Aleksandro Braholli është përplasur me shtyllën e ndriçimit rrugor. Nga përplasja, drejtuesi i mjetit mori plagë të rënda dhe ndodhet në spitalin e Fierit. Mëngjesi i së hënës nisi tragjik. Një këmësore 49 vjeçare u përplas për vdekje në sheshin Shqipoja nga një drejtues i ri, Desar Musa, 30 vjeç, i cili u shoqërua nga policia. Bilanci tragjik u mbyll me një aksident me vdekje në aksin Roskovec-Berat, pranë fshatit Strum. Një automjet përplasi për vdekje 50 vjeçarin Gëzim Çoka, i cili po udhëtonte me biçikletë. Drejtuesi i automjetit Jamarbër Orro u shoqërua në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale. Këto aksidente tragjike nënvizojnë nevojën urgjente për të respektuar rregullat e qarkullimit dhe për të shmangur humbje jete të tjera.